Data 12 po vjen shpejt, po bëhet fjale për një muaj fiks nga data sotme, pra si sot mbas një muaj filmi i shumë e pritur i Luizit dhe i Kiarës, Loja e fundit, do të shfaqet në të gjitha kinematë shqiptare, por jo vetëm në trojet tona, por tashme është folur dhe me disa kinema në Europë që do të shfaqet në çdo monitor të mundshëm. Shumë fan sa miq e njerëz të afërm me po e presin këtë film kaq të shumë e pritur. Ky film është një super projekt. Luizi dhe Kiara janë shumë të lumtur. Njëkohësisht dhe të habitur për gjithë këtë suport, ata u shprehen në një ambient familjar se ky nuk do të jetë i vetmi projekt, ky është vetëm fillimi drejt një rrugë të re kinematografike e ku i dihet deri në një nga ciftet hollywoodiane. Në pamje na shfaqet Luizi me një super kërcim të cilën e ka ndes dhe është komplet natyral. Nga mënyra e lëvizjes bëhet fjale për mbylljen e xhirimeve dhe ndau me të gjithë në këtë super sekuencë sagazmore, aq edhe të gëzueshme. Ne i urojmë çiftit të ketë jetë të gjatë e të lumtur e ky vit të jetë sa më i mbarë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.